Dhe në qoftë se fiton një parti politike e cila nuk është e gatshme të ndaj pushtet, sikur që ka ndodhur deri më tani, atëherë kam frikë që ne këto zgjedhje po i mbajmë që ta shtyjmë këtë ngërçin në të cilën jemi futur tani edhe për një 3 muaj. Pse po e them këtë? Të gjithë e dim që zonja Osmani ka shprehur indirekt ambicjet e saj që të futet prap në garë, dhe në anën tjetër jo që e ka të ndaluar që të futet në listën e lëvizjes vetëvendosje. Do të thotë këtu e shoh si një rrezik, çka do të thotë rrezik, për shkak se është shumë legjitime që ajo të futet prap në garë. Mirë po e shoh rrezikun që ne të futemi prap në një ngërç të tillë në të cilën kemi qenë deri më tani, dhe i bie që ne nuk po shkojmë në zgjedhje që të gjejmë zgjidhje, por po shkojmë në zgjedhje që ta shtyjmë edhe për një 3 muaj këtë blokadën po e quaj shtetërore. Në anën tjetër, gjithë e dim që në qoftë se lëvizja vetëvendosje